بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Vëllezër, falenderojmë Allahun Azza wa Jall për tim ndihmë dhe falje kërkojmë, i dërgojmë selamun mbi të dërguarit të Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi ata që e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Njëtë në gjahë, falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka mundsuar Zoti i mirë në dhëqen e fundit dhe lutem Allahun Azza wa Jall që të jemi të përqendrueshëm dhe adhurimet tona të kenë sukses të pranuara tek Allahu Azza wa Jall ya Rabbil Alamin. Allah zërtat Allah Azza wa Jall rabbuke yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Në vërtet Zoti jot është ai i cili dëshiron me dëshirën e tij ka kriju dhe zgjedh. Në këtë ajet e kuptojmë që Allah Azza wa Jall me dëshirën e tij ka kriju qiellin dhe tokën. Mirë pra, mbas krijimit të qiellit dhe tokën e ka zgjedh sittet e ayyam. اختار الله ستة أيام مرات شو 6 ditëve domethënë nuk kriju qiell toka zhësan i ka veçuar domethënë ditët në krijim. Gjithashtu Allah Azza wa Jall i ka veçuar edhe mujt. Thot Allah Azza wa Jall in iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Pra me vërtet Allah Azza wa Jall është që ka non 11 muaj, 12 muaj domethënë tek Allah Azza wa Jall të renditura ashtu që Zoti domethënë fi kitabillah, në librin e tij, në Kur'an, ashtu që Allah Azza wa Jall ka përmend. Për muajin e vërtetë që Allah Azza wa Jall ka zgjedhur muajin Ramazan. Pse? Linuzuli l-Kur'an. Muajin Ramazan e ka zgjedhur Allah Azza wa Jall, mbana këtij muaji Ramazan e ka zgjedhur edhe me zbrit domethënë Kur'anin. E prej muajit Ramazan e ka zgjedhur një natë dhe ka quajtur nata e Kadrit. Osumia al-Qadr, domethënë edhe shujt nata e Kadrit. Duke bajë vëllezër që Allah Azza wa Jall pas ka zgjedhur me dëshirën e tij, në ato që Allah ka krijuar kështu të mëra, ka zgjedhur mujt, e ka zgjedhur domethënë natën e Kadrit e kështu të mëra, atëherë neve na dohen disa vepra adhurime të veçanta në këtë muaj. I pari sen që na duhet neve me rujt domethënë si adhurim الاجتهاد في العشر الأواخر mundu në dhëqen e fundit me mund, apo mundu në dhëqen e fundit me ibadete, me adhurime që me i kalu këto 10 netët e fundit të Ramazanit. Tregon Aisha thot كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Aisha të rekat me të vërtet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u angazhu në dhëqen e fundit të Ramazanit, dhe të qasë angazhimi nuk ka pa vetëm në dhëqen e fundit. Subhanallah. Kjo po na jep një vlerë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u angazhu në dhëqen e fundit. Mirë po ky angazhim i përmbledh krejt adhurimet. Nuk ka angazhu pejgamberi vetëm në adhurim. Krejt adhurimet të angazhu. Çka ka adhurime në fejen tonë, këtë Ramazani ka bo, sidomos dhëqen e fundit, e veçanërisht edhe namazin e natës e ka veçu me khushun dhe Allah Azza wa Jall. Pastaj tregon Aisha thot, kana nabiu idha dakhala ashru shadda mizara wa ahya laylahu wa iqam ahlahu. Tregon Aisha thot me të vërtetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dhëqen e fundit e ka shtrënguar mizarin e tij, atë rrypjen e tij. Pastaj e ka ringjall natën e tij. Qysh është me ringjall natën? Me dhikr, me përmendje, me lutje, me namaz, çka është ringjall? Wa iqam ahlahu, dhe ka edhe të njëjtën gjallë e ka zgjuar familjen. Qumë falin namaz. Allah që në fund i ka dhënë rëndësi familjes me adhuru, i ka shtyr që me adhuru Allahun Azza wa Jall. Dhe 3 sende në këtë hadith i kuptojmë. E para, e jona na jep çysh e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me shtrëngu vetin, me shtrëngu rrypin, që da më thonë, shtrëngaje vetin në ibadet në adhurim, e para. E dyta, më jargu da më thonë, grave. Mardhane, dhëqen e fundit, jo. Ta ka thot për që në pejgamberi. Pse mardhane, që ka thonë Ibn Qayyimi, mardhanet në dhëqen e fundit e dupsujnë zemrët, dhe nuk i në gjenë shumë atë me bu adhurim. Subhanallah.
Pejgamberi dhëçën e fundit si ka fru grave. Na thonë që ka një kuptimin e parë, shtingimi i rrypit, po edhe angazhu me ibadet. E dyta, ringjallja e natës, e kunin këtë hadith. Me ringjall natën. Na thonë qysh është ringjalla e natës, qysh thanë me leximin e Koranit, me namaz, me lutje, me dhikr kështu me radhë. Edhe treta e kemi që nxjerrim këtë hadith është me angazhu familjen. A veç na me në xheneta? Jo, familjen, të munduar familjen që me fut domethënë në xhenet me thirrja ta. Vepra tjetër që na thot në dhëçën e fundit është el-i'tikaf, mbyllja në xhami. Mbyllja në xhami. Dhëçën e fundit më e mirë si vepër është mbyllja në xhami. Pse mbyllja në xhami? Allah thotë: "Wa antum aakifuna fil masajid." Dhe thotë ju jeni që mbyllni apo xhamia. Çka na jep ky ajet me kuptu? Na jep me kuptu rëndësinë e dhëçit të fundit. Pse rëndësinë e dhëçit të fundit? Se në dhëçin e fundit është nota e katërt. Na thonë ai mi mbyll xhami, apo i mbyll sallat, apo mbyll pejgamberin për çka? Për me gjetë notën e katërt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë tregon për veten e vet. Thotë inni a'takifu al-ashr al-awwal altamisu hadhihi al-layla. Thotë më vërtet ato ju mbyll xhami dhëçin e parë të Ramazanit, jo të fundit, të parë të Ramazanit. Thotë altamisu, me kërku thotë hadhihi al-layla, këtë notën e katërt. Pastaj thotë Pejgamberi thumma a'takifu al-ashr al-awsat. Thotë pastaj thotë s'kumuj me gjetë notën e katërt, pastaj thotë ju mbyll xhami dhëçin e mesme të Ramazanit. Pastaj thotë Pejgamberi thumma uditu faqila li inna fil ashr awakhir. Pastaj ju shton Pejgamberit, na ka Xhibril dhe ka thonë, nota e katërt është me dhëçin e fundit. Çka kupton me këtë hadith? Prej fillimit deri në banën e Ramazanit Pejgamberi kon janë angazhuar. Në lyp këtë natë. Çish ka parë ton, ta sikur më fshef mbrana natës, mbrana vitit, kjo natë thotë na kena me lyp tër natën, na vao tër jetën derisa e gjojmë na von këtë natë. Gjithashtu tregon Aisha thotë kanë Nebiu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Subhanallah. Aisha po tregon thotë në vërtet Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mshël dhëçën e fundit në xhami për me kërku domethënë notën e katërt hatta tawaffahu Allah. Derisa Allah e ka mëshpyti. Tër jetën e vet Pejgamberit, në Ramazan që ka xheru, në Ramazan e ka lyp notën e katërt. Nuk është ndarë, subhanallah. Pastaj tregon Aisha thotë falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'tiqaf 20 al-awakhir min Ramadan. Thotë në vitin e fundit para se me tek Pejgamberi 20 natë të fundit Ramazanit Pejgamberi u mbyll duke lyp notën e katërt. Kjo na ka kuptuar çfarë ishtihadi pas ka bërë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjëja tjetër që na thotë në dhëçën e fundit është dua, lutja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë la yuruddu al-qada illa ad-du'a. Thotë nuk e ndryshon kaderin, caktimin vetëm se lutja. Nëse në sura Furqan Allah shka thotë laula du'aukum, sikur mos ishte lutja juve. Sikur mos ishte lutja juve, ish bërë çashtu kaderi. Mirë po, shkaku i lutjes thejt kaderi, ndryshohet kaderi. Pastaj ka një hadith tjetër, Pejgamberi thotë ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Subhanallah. Çfarë dobi ka lutja? Lutja në qoftë se dëmet zbrit në sen e keqe. Dhe ki bu lutje në që domethënë jetë kaderi, nuk zbret, shko ki lutjes. Apo në qoftë se është zbrit dhe ki bu lutje, Allah i prap të largon. Do dobi edhe para zbritjes edhe pas zbritjes, lutja ndryshon domethënë kaderin. Pastaj Pejgamberi thotë fa aleikum ibadallah bid-du'a. Ju këshilloj ju të Allahut me shka me lutje. Thotë gjithashtu thotë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam man futiha lahu minkum bab ad-du'a futihat lahu abwab ar-rahman. Kur ai u shau mirësia e lutjes, ka çaf mu lutaj, ato në vesh Zoti do me lut. Nëse ka shka me lutet, Pejgamberi thotë ju shau atij vërtet prej dyrëve të rahmetit Zotit. Çfarë vlerë na von ka lutja me këto natët e fundit. قال سفيان الثوري الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. سبحان الله. سفيان الثوري بثار لوتيا për mu
dhejqen e fundit është më e mirë se sa namazit. Mi për cëllin namaz. I shohemi hafizat e Koranit. Lexojnë Koran shumë. يكثرون التلاوة القرآن في الصلاة ولكن في السجود والركوع لا يدعون الله. بمعنى هذا قال سفيان الثوري بمعنى أفضل إليه يعني الدعاء من الصلاة. لذلك لا بس نصلي لابد في السجود يعني ندعو الله كما قال ابن تيمية قال قانتون جاء بالدليل ليس قانتون للقيام قال لا السجود في الدعاء سبحان الله. Dhe që kjo është mana që me i ka të e vaznive në gjurë arabe që ata që janë hafizat Koranit shkojt e anë për kanë qenë me lecu tër natën. Unë për kanë qenë me zgat me lecu shumë. Jo, se kanë deshtë parë tonë ka shumë me lecu. Na nuk po dojme me kundërshtu për Amer. Për Amer është dishka tjetër. Kur ka i për Amer namaz, kur u falë vetë, ama kur u falë me sahabët, se ka falë namazin që shumë falë shpejt. Ka ndryshu. E rëndësishme për neve qka është? Dishka e lejë për namazit, edhe në rukun tonë, sejdën tonë, me bulutje, me shtulutje se kemi nevoj. Ati po që shë Allah zë gjaj ka tërtip shka rëndi, e u ledhina me nuk kuti balikum nësëjan. Pasaj ka thonë, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Pasaj ka thonë, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Çfarë rënditi Allah zë gjaj për banë. Po t'ja blerat e gjithë të Ramazanit fund po thotë وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lutëm, Allah do të lutëm përgjigjëm. Kështu që jep një rëndësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shka ka mësuar Aisha. Shka Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nuk ka sa më të mirë se sa lutja dhe falja. Kërkon prej Allahut falje lutje. Lutë Allahun azza wa jall. Allah do na bëjë atë që këto netët mi kalu që është mas mirëti, me arrit natën e kadrit, me qenë falë prej Allahut, me largu pizarë e gjenem, me urmën e gjenetit ja, Rabbil Alamin, Zot prana për neve, wa sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed wa alihi wa ashabihi.